Me njëherë pas takimit në shtëpinë e bardhë me Benjamin Netanyahun, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e publikoi të plot propozimin për paqe prej 20 pikash për Gazën që do ta përfundonte luftën mes Izraelit dhe militantëve të Hamasit e do të kërkonte kthimin e të gjithë pengjeve të gjalla e të vdekur brenda 72 orëve pas një armëpushimi. Plani lë shumë detaje për të negociuar dhe varet nga pranimi militantëve të Hamasit të cilët e nisën luftën kundër Izraelit me 7 tetor. Ai referohet një Gazë të rindërtuar si Gaza e re. Elementet kryesor të planit që rezultuan nga negociata intensive në javët e fundit mes Trump dhe ekipit të tij dhe udhëheqësve izraelit dhe arab theksojnë: nëse të dyja palët bien dakord për propozimin, lufta do të përfundojë menjëherë. Forcat izraelite do të përpiqen dhe do të tërhiqen pjesërisht për të përgatitur lirimin e pengjeve. Të gjitha operacionet ushtarake do të ndalojnë në vijat e frontit, do të ngrinë derisa të plotësohen kushtet për tërheqjen e plot me faza të forcave izraelite. Brenda 72 orëve nga pranimi publik i propozimit nga Izraeli, të gjitha pengjet të gjalla dhe të vdekura do të kthehen. Pasi të lirohen të gjitha pengjet, Izraeli do të lirojë 250 të burgosur palestinez që vuajnë dënim në burgun të përjetshëm plus 1700 banor të Gazës të arrestuar pas fillimit të konfliktit të 7 tetorit 2023. Për çdo peng izraelit që kthehet, Izraeli do të lironte dhe do të kthente 15 banor të Gazës. Pasi të lirohen të gjitha pengjet, antarët e Hamasit që angazhohen për bashkëtesë paqësore dhe dorëzojnë armët do të marrin amnesti. Antarët e Hamasit që dëshirojnë të largohen nga Gaza do të kenë rrugë të sigurt për në vende pritëse. Pas pranimit të kësaj marrëveshje, ndihma e plot do të dërgohet menjëherë në rripin e Gazës me sasi në përputhje me nivelin e mandatuar nga një marrëveshje 19 janarit 2025. Dërgesat e ndihmave do të vazhdojnë pa ndërhyrje nga Izraeli apo Hamasi përmes kombëve të bashkuara dhe agjensive të lidhura me të. Një Gazë e lirë, një Gazë e re nuk do të përbënte kërcënim për fqinjet dhe do të rindërtohej për të mirën e banorëve të Gazës. Plani Trump parashikon një bord paqe me mbikëqyrje ndërkombëtare të udhëhequr nga vetë Donald Trump e që përfshin ish-kryeministrin britanik Tony Blair në një rol të paqartë. Gaza do të qeveriset nga një komitet kalimtar teknokratësh dhe apolitik i përbërë nga palestinez dhe ekspert ndërkombëtar i mbikëqyrur nga bordi i paqes. Ky grup do të përcaktoj kuadrin dhe do të menaxhoj financimin për rindërtimin e Gazës derisa autoriteti palestinez të kalojë reforma të mëdha. Një plan ekonomik i Donald Trumpit për rindërtimin e Gazës do të krijohet duke mbledhur një panel ekspertësh që kanë ndihmuar në lindjen e mesme e disa prej qyteteve më moderne dhe të zhvilluara në lindjen e mesme. Do të krijohet një zonë ekonomike speciale me tarifa dhe kushte preferenciale që do të negociohen me vendet pjesëmarrëse. Sipas planit, askush nuk do të detyrohet të largohet nga Gaza, e cila ka pësuar dëme të mëdha gjatë luftës, dhe ata që dëshirojnë të largohen do të jenë të lirë ta bëjnë këtë dhe të kthehen përsëri. Ne do të inkurajojmë njerëzit të qëndrojnë dhe do të ofrojmë mundësi për të ndërtuar një jetë në një Gazë më të mirë, thot një pikë e planit. Hamasi dhe fraksionet të tjera do të bien dakord që të mos kenë asnjë rol në qeverisjen e Gazës, as direkt dhe as indirekt. E gjithë infrastruktura ushtarake, përfshirë tunelet dhe fabrikat e prodhimit të armëve do të shkatrohen. Monitor të pavarur do të mbikëqyrin demilitarizimin e Gazës. Gaza e re do të jetë plotësisht e angazhuar në ndërtimin e një ekonomie të begatë dhe bashkëtese paqësore me fqinjet sipas planit. Partnerët rajonal do të punojnë për të siguruar që Hamasi dhe fraksionet e lidhura të respektojnë detyrimet e tyre dhe që Gaza e re të mos përbëjë kërcënim. Shtetet e Bashkuara do të punojnë me partnerët arab dhe ndërkombëtar për të zhvilluar një forcë të përkohshme ndërkombëtare stabilizimi që do të vendoset menjëherë në Gaza. Izraeli nuk do ta pushtojë ose aneksojë Gazën. Forcat e mbrojtjes izraelite do t'i dorëzojnë gradualisht territorin e Gazës që aktualisht është e zënë forcës ndërkombëtare të stabilizimit. Plani është i paqartë për rrugën drejt shtetësisë palestineze. Ai thotë se ndërsa rindërtimi i Gazës avancon dhe kur autoriteti palestinez të reformohet, mund të krijohen kushtet për një rrugë të besueshme drejt vetëvendosjes dhe shtetësisë palestineze,
të cilën ne njohim si aspirat të popullit palestinez. Shtetet e Bashkuara do të krijojnë një dialog mes Izraelit dhe palestinezëve për të rënë dakord mbi një horizont politik për bashkëtesë paqësore dhe të begat, thuhet ndër të tjera në planin e publikuar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump.